Ka plas debati për këtë djalë të ri, për këtë futbollist të talentuar, për Etnik Brutin, i cili ka vendosur të përfaqësojë Shqipërinë dhe jo Kosovën në kombëtarën e futbollit, pra. Tani, përveç se t'ju marr ju një mendim, dëgjojeni pak nuk di, një deklaratën më anti-shqiptare që kam dëgjuar ndonjëherë në jetën time. Dëgjojeni. Ky futbollisti që ka lëshu kombëtarën e Kosovës për me lut për kombëtarën e Shqipërisë ka bërë tradhti kombëtare. Tradhti klasike. Është njësoj si kur ushtari, për shembull, nëse është në luftë në front atje, me ndrua frontin për shkak që ai armiku i jep ose më parë më shumë ose... Kjo është deklarata më cinike dhe më e poshtër që kam dëgjuar ndonjëherë në televizionet shqiptare. Pra, të krahasosh ti Shqipërinë Morti Xhaxhi me armikun, Shqipëria nuk është armiku. Djali po lëviz nga federata në federat, por nuk po lëviz nga kombi në komb. Për shqiptarët atje, për shqiptarët dhe këtu. Nuk është se po shkon po lun për Azerbajxhanin, po lun për Shqipërinë, po lun për shqiptarët, për ngjyrat e flamurit, për ngjyrat kuq e zi. Dhe nuk quhet tradhti. Nuk mund ta qush ti Shqipërinë si me qenë kampi armik. Nuk mund thosh ti i kanë ofruar lek për të shkuar te kampi armik. Nuk s'të ofron njëri lek me shkuën kombëtar, aman për zotin. Lejeni këto budalliqe. Tani, ajo që më bën çudi është se si ka mundësi ky njeri nuk e ka kuptuar akoma që futbolli apo sporti është sport. Ne kemi plot shqiptar me origjinë dhe me komsi shqiptare që nuk përfaqësojnë as Kosovën as Shqipërinë. Edhe mbi të gjitha ne jemi krenar për ta, siç është Xhaka, e Shaqiri, e Berami, e tjerë, çka kanë përfaqësuar Gruda së fundmi që do të përfaqësoj Gjermaninë, por nuk ka asgjë të keqe më. Është futboll, është futboll. Nuk quhet tradhti. Se i mytet djem të i thon tradhti, lejeni njerëzit luajnë futboll. Mos i vinin seder kështu. Se s'po bëjnë as i tradhti, madje përkundrazi po përfaqëson kombin e vet. E bravo të qoftë Etnik Bruti. Bravo të qoftë që i ke zgjedhur ta përfaqësosh Shqipërinë. Dhe je i mirëseardhur dhe Zoti ta bëf mbar. Un kam vetë një djalë futbollist dhe do isha shumë i kënaqur nëse do përfaqësonte Shqipërinë, po do isha po njësoj i kënaqur nëse do përfaqësonte Kosovën. Nuk kam asnjë problem. Lejeni këto. Televizionet duhet bëjnë shumë kujdes kur nxjerrin njerëz të tillë në televizor. Aq net.